ai që dominon njeriu, e udhëheq, e udhëton ka Allahu është zemra. Sikur se ka thonë Ibn Xhauzi rahimullah, ka thonë udhëtimi tek Allahu bëhet me zemër e jo me hapat këmbë. Tek Allahu s'mund të ecë. Ti shkon në xhami të ecë. Po tek Allahu me çka shkohet? Me zemër, lidhja me Allahun te barta. Zemra afrohet dhe zemra largohet. Jo ti personalisht me Allahun afrohesh dhe largohesh. Në parëmendje çto apo. Po zemra afrohet edhe kthehet, edhe ai largohet nga Allahu te barta. Ai këtë punë është tek zemra. Diçka këtë zemër e ka rëndu, e ka dobësu, prandaj është largu. Duhet me e kthy apo. Cila është ose forcat e kthimit tek Allahu xhallahu ala. Cila është? Çështja e parë, me që na ka largu mëkati, me që na ka largu epshi, apo edhe kena kuptuar sot vetëm tash jena, sa larg jena, forca e parë e kthimit është keqardhja për largimin. Keqardhja për largimin. Pse u largova? Çka gjeta? Çka mora? Çka humba kur isha tek Allahu e çka fitova kur u largova nga Allahu azza. Keqardhja. Keqardhja ndonëse është shumë e rëndësishme nga se i jep forcë kthimit tek Allahu te bareku teala. E mirë, kjo keqardhja çysh funksionon? Keqardhja e kthimit ose keqardhja e largimit dhe keqardhja për kthim tek Allahu te bareku teala. Çysh funksionon? Çysh mirëmbahet? Dhe çysh kena mundësi këtë keqardhje me e fuqizu, nga se sa më e fuqishme është, kthimi është më i madh dhe më i shpejt. Me që këtë probleme është të mëkatët, edhe keqardhja lidhet me mëkatët, atëra të ndërmëllëzër, duhet më kujdes, çdo njeri që do më kujtë tek Allahu, na këtë duhet më kujtë tek Allahu xhallahu ala. Disajnë ja të kthym, elhamdulillah ja të kthym, po ajna mjaftu shumë kthym. A duhet hala më kthy? Po dyshim se po. Gjithmonë tek Allahu të më kthy atë. Në çdo sa. Prandaj çdo mëkat, çdo lëshim, çdo habi, çdo gaflet na largon nga Allahu te bareku teala.